Shkoj me një zhvillim të fundit ku një grup qytetarësh me pankarta në duar kanë protestuar për mungesën e ujit dhe këto pamje vijnë nga Vlora. Ato janë mbledhur mbrëmjen e sotme pranë teatrit Petro Marku, aty ku ishte planifikuar të mbahej aktiviteti festiv i fundvitit. Si pasojë e tensionit në sallë, eventi u anuluan ndërsa artistët u larguan nga skena. Në vendngjarje ndërhyri policia për të qetësuar situatën, duke shoqëruar disa persona. Qytetarët shprehen të revoltuar pasi sipas tyre mungesa e ujit ka prekur jo vetëm banesat, por edhe institucionet shëndetësore dhe shërbimet bazë. Banorët thonë se depot e ujit janë bosh dhe familjet po përballen me vështirësi të mëdha, sidomos në këto ditë festash. Ndërkohë, i sjellësi bën me dije se po punohet për një zgjidhje provizore, por pa dhënie afat të saktë për rikthimin normal të furnizimit. Protesta shpërtheu pas 3 ditësh mungesë totale të furnizimit me ujë të pishëm, duke bërë të pamundur jetesën normale për qindra familje. Sipas autoriteteve, shkakti i situatës është një defekt i rëndë në tubacionin kryesor të furnizimit me ujë. Pavarësisht ndërhyrjeve të njëpasnjëshme, presioni i lartë ka shkaktuar dëmtime të reja, duke bërë të pamundur rikthimin e menjëhershëm të furnizimit.